Plazhi i Velipojës është gati të mirëpres një tjetër fundjavë me më shumë hapësira dhe shërbime për pushuesit, duke zgjeruar ofertën turistike të zonës. Bashkia e Shkodër bën të ditur se përgatitjet e fundit po përmbyllen, ndërsa duke nisur nga kjo fundjavë do të vihen në funksion edhe 2 plazhe të tjera të menaxhuara që do të ushtohen plazheve publike pa pagesë, të cilët këtë sezon kanë një sipërfaqe më të madhe krahasuar me një vit më parë, duke krijuar më shumë hapësira për pushim. 2 plazhet më të reja të menaxhuara nga Bashkia e Shkodër do të jenë funksional në fundjavë. Janë plazhe me të gjitha aksesorët e nevojshme. Këto plazhet menaxhuara nuk janë pjesë e plazheve publike. Plazhet publike, cilat janë pa pagesë, vazhdojnë të jenë funksional me sipërfaqe edhe më të mëdha se vitet tjera. Plazhet e menaxhuara bëjnë pjesë në plazhet cilat kanë qenë të destinuara për të dhënë subjekteve të treta, por që janë dhënë bazë VGM-s bashkive për t'i menaxhuar në mënyrë më të mirë. Me kostum më të vogël, duhet theksuar se në plazhin e Velipojës këto plazhe kanë vlerën 400 lekë të reja dhe në plazhin e Rriollit, i cili do jetë edhe ai aksesueshëm gjatë fundjavës që vjen, është me 300 lekë. Sipas drejtuesit të Bashkisë Shkodër, me çmime të më të përballueshme, kushtet optimale dhe një kombinim mes plazheve publike dhe atyre të menaxhuara, synohet të ofrohet vizitorëve një eksperiencë sa më cilësore në plazhin e Velipojës, që vijon të mbetet një nga zgjedhjet kryesore për familjet edhe turistët gjatë sezonit veror.